Në këtë edicion do të ndiqni. Kërkohet paraburgim ndaj 22 kryesuesve për falsifikim të rezultateve të votimit në komunën e Gjakovës. Kosovarët protestuan sot kundër rritjes së tarifave të energjisë elektrike. Paralelja e ndarjes shkollës Zeflush Marku në Vogov është mbyllur, nxënësit nga e hëna transferohen në Brekoc. Në kryeqendrën e Kosovës sot është protestuar kundër shtrejtimit të energjisë elektrike, e cila është propozuar së fundmi. Protestuesit një zëri kërkuan që kjo gjë të mos ndodh ashtu siç është paralajmëruar. Sot, pas ftesës së organizatës kolektivi për mendim dhe veprim feminist në bashkëpunim me Përpjekja, qytetarë të shumt me pankarta në duar kanë protestuar para objektit të Kecit në mos pajtim me kërkesën për rritje të tarifave të energjisë elektrike për rreth 21%. Sipas njoftimit të organizatave, pika e grumbullimit ka qenë e parapar pranë objektit të Kecit, ndërsa marshimi të vazhdoi deri te ndërtesa e qeverisë së Kosovës. Me mbishkrime Stop Hajnis me fatura Trymus, Rryma rritet populli djeget, Nanter Keci fiton e shumë të tjera. Të rinjtë të moshuar qëndruan për rreth një orë para objektit të Kecit, duke u shprehur se rritja e çmimit të energjisë elektrike do të ishte e rëndë për ekonomitë familjare. Ndërkaq një person është arrestuar, pasi që njëjti riktheu tymin e hedhur në oborrin e Kecit. Në prokurorinë themelore në Gjakov njoftojnë se kanë kërkuar paraburgim për 22 kryesues për falsifikim të rezultateve të votimit në komunën e Gjakovës. Detaje na njeh materiali në vazhdim. Në një komunikat për shtyp të lëshuar nga Prokuroria Themelore në Gjakov bëhet të ditur se sot në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Drejtorinë Rajonale të Policisë në Gjakov kanë realizuar veprimet lidhur me dyshimet për falsifikim të rezultateve të votimit gjatë procesit të numërimit të votave brenda subjekteve politike për zgjedhjet e deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës në komunën e Gjakovës. Referuar komunikatës së Prokurorisë Themelore në Gjakov në kuadër të këtyre veprimeve janë intervistuar 22 kryesues. Të gjithë të dyshuarit ngarkohen me veprën penale, falsifikimi i rezultateve të votimit nga neni 216, paragrafi 2 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Tutje në komunikat thuhet se me vendim të prokurorit të shtetit, 22 kryesues janë ndaluar në kozgjatje prej 48 orësh, ndaj të cilëve prokuroria ka paraqitur kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit pranë gjykatës kompetente. Prokuroria Themelore në Gjakov mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e integritetit të procesit zgjedhor dhe në trajtimin me prioritet të veprave penale që cenojnë votën e lirë dhe demokratike të qytetarëve, citohet tutje në komunikatën e sotme. Paralelja ndarë në fshatin Vogov është mbyllur dhe nga dita e hënë, nxënësit do të transferohen në shkollën Zeflush Marku në Brekoc. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjakov, Hysen Brahimaj, ka bërë të ditur se kërkesa e prindërve nuk ka qenë për mbylljen e shkollës në Vogov, por për transferim të përkohshëm të nxënësve, derisa të ketë rritje të numrit të tyre. Shkolla në fshatin Vogov funksionon si paralele e ndarë shkollës fillore Zeflush Marku në Brekoc. Situata aktuale në këtë institucion arsimor ka bërë që këtë vit shkollor, procesi mësimor të zhvillohet me vetëm 16 nxënës në mësim të kombinuar. Drejtori i Drejtorisë Komunale të Arsimit në Gjakov, Hysen Brahimaj, ka bërë të ditur se kërkesa prindërve nuk ka qenë për mbylljen e shkollës në Vogov, por për transferim të përkohshëm të nxënësve, derisa të ketë rritje të numrit të tyre. Shkolla në Vogov është një paralele ndarë shkollës Zeflush Marku në Brekoc. Situata është e tillë që në atë shkollë deri me tani këtë vit shkollor kanë gravikuar vetëm 16 nxënës në mësim të kombinuar, e para me tretën, e dyta me pesën, sepse në klasë 4 nuk ka pas nxënës. Procesi mësimit ka shku shumë në rregull, mirë për përjashtim të mungesës së nxënësve, e zhvullimit e tyre që është në me 16 nxënës,
Unë kam marrë informacionin nga prindrit që kanë dëshirë mi transferu në Bërkoc për shkak të kushteve më të mira në Bërkoc, sepse vojnë investim vitin e kaluar në shkollën e Bërkocit e keni pa dhe vetë, me izolim, me dyshimi, me drejtare, me nxemi, me gjitha. Sipas Brahimajt, në momentin që numri i nxënësve do të shtohet, shkolla në Vogov mund të rihapet dhe të vazhdoj funksionimin normal. Kërkesa tyre ka qenë që mund kanë ardhur kërkesa, me shku, jo me mbyll, po mi transferu në zoncat përkohësisht. Në qoftë se nesër shtohet numri në zonca, shkolla është përsëri e hapur. Ai po ashtu ka theksuar se transferimi i nxënësve është bërë me pëlqimin e prindërve dhe se Komuna e Gjakovës ka siguruar transport për ta, në mënyrë që fëmijët udhtojnë çdo ditë nga Vogova në Brekoc dhe Ana Sjeltas. Këta nxënës me dëshirën e prindve që djekin pas një kontakt me prind në shkollë, këta nxënës prej të Hanës e kanë transportin e sigurum, do të transportohen edhe në Sjelta do të kthehen në shtëpi me autobus të cilët janë të kontraktuar nga komuna për bartin e nxënësve, do të thotë nga Hana këta zhvillojnë mësimin me shokët e shoqet e veta në Bërkoc. Kujtojmë se nga hëna këta nxënës do të vazhdojnë procesin mësimor në shkollën Zef Flushmarku në Brekoc. Pas të reagimit të televizionit Syri për mungesën e ndriçimit publik në disa pjesë të rrugës Bardhyl Çaushi, është sanuar tërësisht problemi. Nga Drejtoria e Shërbimeve Publike bëjnë të ditur se ekipet kanë intervenuar me kohë, me qëllim që ndriçimi të jetë në funksion të plot për të gjithë banorët. Ndriçimi publik në rrugën Bardhyl Çaushi është rregulluar dje pas raportimeve të televizionit Syri. Qytetarët dhe banorët e kësaj zone kishin dërguar video ku shihej se një pjesë e ndriçimit publik nuk funksiononte, ndërsa disa prej tyre ishin prononcuar edhe para kamerës. Lidhur me këtë çështje, ka reaguar drejtori i shërbimeve publike në komunën e Gjakovës Jon Bytyqi, i cili i bëri të ditur se ekipet dje kanë dalë në teren dhe kanë sanuar problemin. Sipas tij, komuna Gjakovës, përkatësisht Drejtoria për Shërbime Publike, është vazhdimisht e angazhuar për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në të gjitha lokalitetet e komunës. Drejtori Bytyqi tha se menjëherë pas pranimit të informacionit lidhur me nevojën për sanimin e rrjetit në disa prej shtyllave të ndriçimit publik në rrugën Bardhyl Çaushi, kemi intervenuar përmes ekipës së operatorit ekonomik, përgjegjës për mirëmbajtjen e ndriçimit publik në komunën e Gjakovës. Nga ana e tyre na është komunikuar se tashmë janë ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme dhe ndriçimi publik në këtë rrugë po funksionon në kushte normale, shtoi Bytyqi. Banorët u shprehën mirënjohës për këtë reagim të shpejtë nga institucioni përgjegjës, Drejtoria për Shërbime Publike. Në Qendrën Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakov vazhdimisht angazhohen për shërbime sa më shumë funksionale për të gjithë personat dhe kompanitë që marrin shërbime brenda këtij institucioni. Punë efikase dhe me shumë përkushtim bëhet edhe në laboratorin biokimik hematologjik, ku të gjitha analizat realizohen me standarde të larta profesionale. Udhëheqësja e laboratorit Rilona Juniku tha se laboratori është i certifikuar nga laboratori gjerman Instant, i cili kryen vlerësime të vazhdueshme të cilësisë së punës. Në laboratorin biokimik hematologjik të Qendrës Kombëtare të Mjekësisë së Punës në Gjakov, analizat realizohen me standarde të larta profesionale dhe në mënyrë sistematike. Ky laborator është ndër të paktët në rajon ku kryhen rregullisht analiza të tilla. Udhëheqësja e laboratorit Drilona Juniku bëri të ditur se laboratori është i certifikuar nga laboratori gjerman Instant, i cili kryen vlerësime të vazhdueshme të cilësisë së punës. Sa i përket laboratori, ne merremi me kontrollin rutinore përfshirë analizat e përgjithshme të gjakut, siç janë analizat e hemogramit, analizat e përgjithshme biokimike, si dhe ato hormonale dhe tek tumormarkerët. Sipas Junikut, vlerësimi nga laboratori gjerman përfshin kontrollën e saktësisë së analizave dhe mënyrës së punës, çka garanton besueshmëri dhe cilësi të lartë të shërbimeve laboratorike. Kjo certifikat bëhet zakonisht me kontroll, me testim, 2 deri në 3 herë në vit, ku na vijnë mostra nga Gjermania dhe ato sigurisht vijnë në mënyrë të sigurt dhe ne, domethënë, kontrollohemi përmes tyre dhe testohemi
për të japur vlerë sa më të sakta, jo vetëm për personat cilët janë për vizita sistematike, por dhe tek pacientët tonë të Gjakovës. Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës mbetet ndër institucionet e vetme të këtij lloji në Gjakov, ku kryen vizita dhe kontrolle sistematike për punëtorët. Përmbytjet e ndodhura gjatë muajit janar në disa pjesë të lumit Lukac kanë lënë pafund pasoja. Imazhet e siguruara nga kamera televizionit Syri sot kanë ndaluar në një pjesë të rrugës Bekim Fehmiu, ku mbeturinat nuk janë larguar prej më shumë se një muaji dhe të njëjtat po pengojnë rrjedhën e ujit. Në rrugën Bekim Fehmiu te ura e lumit Lukac janë grumbulluar sasi të mëdha mbeturinash. Ato ndodhen në afërsi të urës dhe po pengojnë rrjedhën normale të lumit në shtratin e tij. Banorët prapa kamerës thanë se mbeturinat kanë qenë të shumta edhe para vërshimeve, por pas tyre kanë mbetur të grumbulluara pikërisht në këtë vend. Sipas tyre, pavarësisht se kanë kërkuar disa herë ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse për largimin e mbeturinave, deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim. Banorët shprehen se shpresojnë që së shpejti të ketë ndërhyrje nga institucionet kompetente dhe mbeturina të largohen nga ky vend nën urë dhe të lirohet rrjedha natyrore e lumit. Mbetemi te përmbytjet e muajit janar dhe të dëmet e shkaktuara te anësorët e disa urave në zona të ndryshme të qytetit. Strukturat e dëmtuara në anësorët e urave edhe pas një muaji janë në gjendje të njëjtë dhe të pasanuara. Janë bërë një muaj që nga vërshimet të cilat përfshin disa zona në Kosovë, sidomos komunën e Gjakovës. Dëmet, përveç në shtëpi banime dhe toka bujqësore, janë evidentuar edhe në ura. Dy urat mbi lumin Lukac janë ndër më të dëmtuarat. Ura në rrugën Bekim Fehmiu ka pësuar dëmtime të konsiderueshme, ku hekurat mbrojtës janë larguar plotësisht. Gjendja mbetet të njëjtë edhe pas një muaji dhe deri më tani nuk ka pasur asnjë ndërhyrje nga institucionet kompetente. Situata ngjashme është edhe në urën e rrugës Hysen Mehmeti, ku mungojnë hekurat mbrojtës, duke paraqitur rrezik serioz për qytetarët që shfrytëzojnë këtë urë çdo ditë. Ndër urat më të frekuentuara është edhe ura në kryqëzimin e rrugëve Bujaroka dhe Ymerpula, mbi lumin Erenek. Edhe kjo urë vazhdon të jetë pa hekura anësore mbrojtëse dhe në gjendje të dëmtuar, duke përbërë rrezik të vazhdueshëm për banorët dhe kalimtarët. The Strangers Chapter 3, Send Help dhe Whistle janë 3 filma të njohur në kinematografin botrore, që do të shfaqen këtë javë në kinema Hyrje Hana, ndërkohë oraret e filmave janë të publikuara në faqen zyrtare të kinos. Si çdo javë, edhe kësaj radhe Kino Hyrje Hana në Gjakov ka publikuar orarin e filmave që do të shfaqen, duke ndarë për adhuruesit e publikut lajmin edhe për 3 premiera. Whistle, The Strangers Chapter 3 dhe Send Help do të jenë premiera të kësaj jave, pasuar edhe me rishfaqjen e filmave të tjerë. Dita e premtë do të prezantohet me shfaqjen e 2 premierave, Whistle që shfaqet në orat 18, ndërkaq The Strangers Chapter 3 shfaqet ora 20. Dita e shtunë do të fillojë me filmin Tom and Jerry Forbidden Campus në ora 13, për të vazhduar me filmin Zootopia 2 ora 16, filmin shqiptar Falli 2 ora 18 dhe dita përmbyllet me shfaqjen e premierës Send Help me fillim nga ora 20. Se përket ditës së diel, gama e shfaqjes së filmave do të jetë e gjerë, ku në ora 13 shfaqet filmi The SpongeBob Searching for SquarePants, por të vazhduar me filmin Tom and Jerry Forbidden Campus, filmin The Strangers Chapter 3 ora 18 dhe java përmbyllet me shfaqjen e filmit Send Help në ora 20. Kino Hyrje Hana vazhdo të mbetet një pikë e rëndësishme për adhuruesit e filmit, duke sjell filmat më të rinj dhe premierat botrore të gjitha zhanreve. Handbollistët e vllaznimit këtë të shtunë në palestrën Shaninushi mbrëmjen do ta nisin fillimisht me pionerët nga ora 18:30, pastaj nga ora 20 seniorët e vllaznimit në cilësinë e Niko Qirit do të përballen me handbollistët e Llapit. Vëllaznimi Llapi llogaritet si ndeshja kryesore e Gjiros së 15 në Superligën e Kosovës në handball në konkurrencën e meshkujve. Ky është Gjiroja e parë e stinorit pranverore, e cila do të zhvillohet të shtunën në palestrën Shaninushi në Gjakov me fillim nga ora 20. Antari i kryesisë së klubit të handballit vëllaznimi Ilir Bytyqi ka deklaruar se skuadra kuqezinj është e përgatitur për këtë përballje të rëndësishme.
për këtë ndeshje dhe për kristinorin pranveror kena bo përgatitjet e nevojshme, ku ndërto është edhe që kena marrë një lojtar nga Brazili si përforcim i lojtarëve tonë për me stabilizu ekipen në atë pozicion kur neve na është dashur mas shumti. Njëjtën kohë jena në proces të mirë të rikonstruktimit të kryesisë. Bytyqi tha se pret që kjo ndeshje të jetë vendimtare dhe ta ofrojë vllaznimin drejt garave evropiane të handbollit. Ne jena në vendin e 4 me 5 pikë dallim kundër Llopit, fitore e cila e kryen pothuajse 80% punës për me fitu statusin kandidat për garat evropiane. Të dy skuadrat kanë synim sigurimin në një vendi në play-off. Pas përfundimit të sinorit vjeshtor, vllaznimi rënditët në vendin e 4 me 13 pikë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kërkohet paraburgim ndaj 22 kryesuesve për falsifikim të rezultateve të votimit në komunën e Gjakovës. Kosovarët protestuan sot kundër rritjes së tarifave të energjisë elektrike. Paralelja e ndarjes shkollës Zeflush Marku në Vogov është mbyllur, nxënësit nga e hëna transferohen në Brekoc. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ndërkohë ju mund të vazhdoni të na ndjeni në televizionin Syri, si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.